e I dërguar Allahut e vurosi dhe qante. Edhe lexon të qëta jetin që lexova para ju e para prak. Minel mu'minina rijal, edhe qante. Ka pre besimtarëve burra. Minel mu'minina rijal, edhe qante. Ka pre besimtarëve burra. Minel mu'minina rijal صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Ka qenë një nga sahabi, shokë I Resulullahit, I cili quaj Enes ibn Nadr, ky nuk mori pjesë në luftën e Bedrit. Për X arsye, Y e arsye që s'ka mujtë. Ndodh njeriu nuk merr punë të hajrit, pjesë, dëni faktor ose subjektiv ose objektiv, I ndodh diçka. Mirë po ky, prit ke kur të vinë shokët e vet, ta tregojnë rrëfimin e betejës, si është zhvillu. Shokët e vet, kur erdhën I treguan se si kena luftu, se si na kanë ndihmu, na ka përkra Zoti. I kena pa me sytë e tonë me laqet, morën pjesë në betejë. Se si koka e armiqve I binte, akoma unë pa ja afru shpatën. Ka po mrekulli që ju kalon bres. Edhe normal kur ta sheh me sytë e tu, t'ja disi e shpreh dhe e demonstron para shokëve tu. Atë shumë me emocione, sa që ky sahabiu që nuk mor pjesë, a u ndiku fuqishëm. Leson diku po, edhe I ra pishman. Ndjej keqardhje pse nuk mor pjesë në atë betejë. Për me korrigjuat gabimin që I ka e punë e mirë, e tha një fjalë që është kontekst me ligjëratën tonë. E ka thonë një deklaratë madhe. Ka dol me një qëndrim, ama qëndrim sadik, për një me ka pos, jo me rejna, jo me ba qefin masës, elektoratit, po për me, kur ka premtu, e ka qunë vend. Jo si këto në përfushata politike me keqare themi, premtojnë, nuk janë asë 1% gjatë premtimit. E kupton se këto nuk e kanë për një me ata që kanë thonë. Nuk korespondon aja e zemrës me gjuar dhe fjallet. Ama kjo shka e tha, dëgjoni me vëmendje. Tha një fjallë. O Zot, kjo për një me kishte, o Allah, nëse ki caktuar edhe një luft pas kësaj, dhe një betejë, mos ma merr shpirtin, më le të gjallë, edhe kime pa o Zot ti se shaka me bane. Fjallë madhe që do shta kodrat coptohen, sidomos para Allahut kur jep si premtime, shumë do të më kanë I vedishëm, shka I duke thonë, aja I sinqertë. Mi për kjo kishte për një me, për nga e dimi për një me, në vazhdim të tregimit, ajeti dëshmon, që ka më lëzu të në ditë kiametit, Zoti dëshmon për ata. Allahu, as me laqët, as pejgamber, as njerëzit po dëshmon, vetëm Allahu. Edhe kështu ndodhi, kur e shë Zoti se ki për një me me Allahun, ki për një me premtimin me Zotin, Zoti e ban çmos, edhe nëse ki pas për me ndru jetë mra një vjetëve, ta zgat ymrit 2 vjet, 3, për ta realizuar ata shka I ki andrën tane, dëshiren dhe vullnetin flak që zinë zemrën tane. Edhe kështu ndodhi saksisht. Mas 1 vjet e gjys, ndodhi lufta e Uhudit. Ky që kishte ato fjalë të mëdha. Fjalë të mëdha reflektojnë. Edhe kur er lufta e Uhudit, I dërguari Allah te ka pas zakon mi rishtu. Sikurse në xhallar që mundohemi para se të nismi falën namazit, u atërriq me vërejtën xhamatin nderuar, safa drejtoni, afroni me zvete. Që të ka shije, ka sens kuptim edhe namazi. Edhe në luftë I dërguari Allah te ka pas zakon I karinit. Pre këtu e kalmar dhe kush ka qenë ushtarë, dini se në ushtria ai që është oficeri, pa e pas disiplinën mirë, edhe të renitur, përzen nga rreshtja dhe të ndëshkon. Ki po dhe një gabim, 3 ditë kemi shku në strash. Kush ka qenë?
unë kam pas të shfatin, qoftë mirë po keq, një gabim, dëshkim, jo të na thjesht, vetëm, ta të rreq me vretjen, paralajmërim, dëshkim, se njeriu vetëm se me formë discipline edukohet. Edhe dërguar Allahut kështu, duke i rinit, të gjithë qëndroshin stoik, përpos këtij sahabijut, që ky që pa dhënë atë fjalën premtimin, Enes ibn Nadir, ai nuk e zinte vend i vend. Sa para sa mas, sa djathtë sa mal, të gjithë i shoqet, ja Enes, ne jemi duke qëndruar stoik, ti je ka lëviz. A dhe shka thonë të aj? Inni e gjidu rihul gjenne min wara al-Uhud. Unë jam të nuhat e rënë gjenetit bas kodrës Uhudit. Unë jam të nuhat diçka që ju nuk nuhatni, se kishte për një me. E kur i ki për një me, Zoti e ban po mundshmën për tane. I thënë ligjet kozmologjike për robin që është i drejtë dhe i sinqert që dërgohet me Allahun. Edhe nuk e zin të vend i vend. Edhe filloi luftja. Kur filloi betejë, lufta sikur që ndodh atë ku ka qenë në formë direkte, shpat me shpat, direkt. Derisa ky e ka dëshmuar sinqerisht atë premtimin, ka luftuar si burr, sa që thua ta pa 70 diçka veta i ka mbyt, pastaj ka mbyt të. Mirë po, për një 7 veta, duhet më të godit dikush. Duhet më të amshu dikush, duhet më të prej dikush, duhet më të gërvish dikush. Edhe ky në fund bjen shehid. Edhe në fund, pasi përfundon lufta, i dërguar Allahu i thotë sahabëve, shokëve, kush ka ndryuar shehid, shkoni kërkoni tek arena betejë aty ku është toka dhe në sjellni. Të gjithë i sjedhen, Enes ibn Nadir nuk mushin me gjithë se dhe është. Shkon një herë, 2 herë, 3 herë, asnjëri. Deri ka shku motra e Enesit, edhe e ka gjetë. E ka gjetë se ka qenë i goditur në këtë ftyra nga para, nga gjithë gjoksi, edhe nga brap, s'ka met as dhe një pjesë e personazhit të ftyrës. Përveç motra ka e diktuar nga mollza. Normal, lloj motra e një, llojin e vet. Nga mollza dhe e ka thruar. E i dërguar Allahut, e vurosi dhe qante. Edhe lexon të qëta jetin që lexova para ju e para prak. Minel mu'minin e rijal, edhe qante. Ka pre besimtarëve bura. Qëre? Ka pre besimtarëve bura. Sadaku ma ahadullah alej. Janë shumë të sinqertë dhe besnik dhe të vërtet për një me kanë me Zotin kur e bojnë marrëveshjen dhe besatimin. Faminhum men qada nahba, disa prej tyre dëshmuan me vdekje, ja bante me gisht për transmetuesi pejgamberi për Enesin edhe qante. Ky është për atyre që Allah i ka thonë, ky e dha testin. Ne jemi alën test në dunja. Derisa nuk jemi në vorë e mona përgjigjen, a i na kanë sinqert ajo të sinqert. A i kena dhanë 100% testin ajo. Dunja, akoma ina sikur se para mësuesit, Allah se kena dorëzuar fletrën, në fund a kanë përfundu. Po nëse ja dorëzon pikpyetje madhe, çfarë vlerësimi ti jep mësuesit tyje. Ky, thotë, qëra i dërgollat faminhum men qada minhum, disa për tyre e dëshmuan me vdekje, ja bante me gisht dhe kajke. Kush e dëshmoi për ta? E na kena nevojë vëllezër për kësi burra që janë për një mekan. Kur ta japim fjalën, unë me ty kam ne deri në fund. Unë me ty jam i sinqert, apo ndodh çka ndodh. Krizat ekonomike, krizat politike, krizat emocionale, unë kam me qëndru, ama me kanë, me Zotin, me fejen, me kauzë.